7 nëntor ngriu një luftoni për vendin tuaj. 7 nëntori apo 25 tetori revolucionit rus. Ne në shkollë jemi deri këtu. A ishte revolucion apo ishte kundër revolucion? Përse ende bishtsat e atij revolucioni që nisin nga Lenini vazhdojnë kudo në për Europë. Si një re e keqe, aq sa në New York një komunist do të jetë kryetari i bashkisë. Po, është komunist islamist. Edhe pse kërkon ta shes veten si socialist demokratik. Ndërkohë vlerat e vërteta të këtij kombi këtu janë nga konservatorizmi. Sot do të flas diçka respekt për një figurë si Dick Cheney. Më vonë do të kem si po vinë miliona dollar të asaj që Berisha i quan lobia, numri 2 i qeverisë, nga ishujt e parajsave fiskale tek qendra në Manhattan, tek njerëz të palloshit. Dick Cheney nuk ishte zëvendës presidenti më popullor i kohës tonë, por një artikull i Wall Street Journal, gazetës më të madhe djathtë, ofron një pamje më realiste të trashëgimisë së tij. Donald Rumsfeld ishte një sekretar mbrojtje budalla që mendonte se mund të shkonin me dritë në pushtimin fillestar dhe se irakenët e çliruar do t'idhin lule në këmbët e ushtarëve amerikanë. Por tërheqja e Obamës ishte gjithashtu një gabim strategjik. Një gjë është e sigurt, bota është një vend më i mirë pas Saddam Huseinit. Dick Cheney u pret në paqe. Richard Cheney pati një nga karrierat më të mëdha amerikane në qeveri shkuar në Wall Street Journal dhe një kontribut shumë të madh për kombin amerikan. Ai ishte roli i tij në shpëtimin e luftës në Irak nga humbja. Ai promovoi rritjen e trupave amerikane në vitin 2007. Ishte zëvendës presidenti, i cili vdiq të hënën në moshën 84 vjeç, bindi dyshuesit në Shtëpinë e Bardhë, përfshi dhe presidentin Bush, se duhet një konsensus. Konsensusi i Washingtonit në atë kohë dëshironte një tërheqje të ngjashme me atë në Vietnam. Një komision i denj për Beltway, unazën e Washingtonit, bëri këtë rekomandim. Por generali David Petraeus dhe ish generali Jack Kane, ndër të tjerë, e shtuajnë rritjen e trupave për të zbatuar një strategji kundër terrorizmit për të pastruar dhe siguruar lagjet atje. Cheney e shtyu këtë çështje brenda Shtëpisë së Bardhë, pavarësisht skeptikëve në stafin e Bushit në departamentin e shtetit. Cheney ka shkruar në kujtimet e tij për sjelljen e generalit Kane, një takim privat me zotin Bush për të argumentuar se presidenti nuk po dëgjonte këshilltarët e tij. Rritja e numrit të trupave i mundi kurengritësit shiit të mbështetur nga Irani dhe mbështetësit e flakët sunit, duke bërë të mundur që qeveria e sapo lindur irakene të kishte sukses. Duke pasur një prani shumë të reduktuar trupash amerikanë. E bëri Cheney këtë me sukses derisa Barack Obama tërhoqi të gjithë trupat amerikanë në vitin 2011, shkaqoi në ngritjen e shtetit islamik dhe kthimin e forcave amerikane. Wall Street Journal thotë se e përdorim këtë episod sepse trashëgimia e luftës në Irak është më e ndërlikuar nga sa lejojnë kritik të Cheneyt. Pushtimi në vitin 2003 pati mbështetjen e shumicës në Washington, përfshi Biden dhe Clinton. Ata, por dhe të tjerë, u kthyen kundër luftës kur gjërat u vështirësuan nga administrata Bush, nga që e keq menaxhoi pushtimin në shumë mënyra. Por pavarësisht dyshimeve të tij private, Cheney u kritikua për mbështetjen e luftës në publik dhe mbajti syrin te mundësia për ta lënë Irakun me një qeveri të qëndrueshme.
rezultati do kishte qenë më keq pa Cheney. Si sekretari mbrojtjes në Bushin e parë, Cheney kryesoi fitoren e parë gjithëpërfshirëse në luftën e Gjirit. Ai negocioi vendosjen e forcave amerikane në Arabinë Saudite, e parë si një mundësi e pamundur në atë kohë. Miratoi një strategji të famshme që shkatroi ushtrinë e Irakut. Në moshën 34 vjeç, ai u ngrit në detyrën e shefit stafit të presidentit Ford, i cili erdhi mbas Nixonit. Falja e Nixonit nga Ford bëri që shkalla e miratimit t'i të binte dhe ai trashëgoi një recesion të keq. Por Cheney, një njeri tregut lirë, promovoi politika për të ringjallur rritjen dhe ai menaxhoi një strategji fushate që erdhi nga prapa dhe pothuajse e mundi Jimmy Carter. Është e vështirë të besohet tani, por Cheney dikur ishte një lloj republikanit që establishmenti i Washingtonit e donte. I zgjuar, i menduar, konservator, por jo teatror për këtë. Një njeri nga Wyoming. E gjitha kjo ndryshoi me 11 shtatorin nën presidencën Bush, kur Cheney u bë Darth Vader, Rasputini Bushit, njeriu që supozoi që mbështeti luftën për të pasuruar ish punëdhënësin e tij Halliburton. E gjitha kjo është një shtërmërim i lik, megjithse një ogur i sakrificës që tani dominon politikën tonë. Gjithmonë sipas Wall Street Journal. Kontributet e Dick Cheneyt në ato vite ishin të paçmueshme. Dhe ai luajti një rol vendimtar në ndërtimin e arkitekturës së politikës antiterroriste që ka mbajtur Amerikën të sigurt, duke çuar luftën kundër terroristëve jashtë, duke i vrarë paraprakisht, duke marrë në pyetje për të dhënë informacion dhe më shumë. Çdo president që atëherë ka përfituar dhe të gjithë amerikanët janë më të sigurt për shkak të kësaj. Amerika mund të kishte nevojë për udhëheqjes të kompetencës dhe parimeve të tij të çelikta sot. Respekt. Natyrisht që Partia Republikane ka ndryshuar shumë. Zoti Trump më shumë është një populist. Nuk është konservator si Cheney, si Bush dhe McCain. Fakt. Por 80% e magës vdesin për zotin Trump. Një tjetër realitet. Ka qenë i suksesshëm, por mesazhi nga njerëzit në shtëpinë e bardhë nuk është i qartë. Mungon fokusi. Twitter-t aty shpeshherë janë në një nivel shumë të ulët dhe nuk ka nevojë pse. Ai pret që të jetë më i fortë se çdo të ndodh mbas vendimit nga Gjykata Supreme lidhur me tarifat. Për Ballkanin nuk them se i ka humbur interesi. Kur përmendi paqen, përmendi përsëri se ka ndaluar luftën Serbi-Kosovë. Nuk e di se ku e shikon këtë luftë. Nuk tha më Azerbajxhan dhe në Albania, po tha Armenia. Dhe amandamenti i senatorëve për të mos kafshuar trojët e Kosovës është lajm shumë i madh për ne. Do doja platformën e Xhezi Helms. Nuk e kemi. Ndërkohë që ju thash që në fillim, Rama pritet të vi në Manhattan. Çdo vit çifti Rama vjen në Manhattan. Është aksioner i fshet në shumë ndërtime, në shumë investime. Ai e di mirë. Dhe transaksionet e shumta nga ishujt e parajsave fiskale, nga balluku numri 2, por që vinë tek llogaritë e palloshit, natyrisht që kanë nxitur shqetësimin e organeve përkatëse amerikane. Në postin e McGonigal është njeri i ndershëm sot. Ai nuk do ta falë Ramën. Dosja e tij është madhore me McGonigal. Ju kam thënë, mbase ju është dukur spekulim. Jo. Altin Dumani e tha 2 letra porosi për dosjen. Ndërkohë, ju e pat ardhjen e Escobarit të ri të Departamentit Amerikan të Shtetit. Injorim ndaj Ramës, mos përfillin ndaj Begaj, as se ka që ekziston në tokë Spiropali. Takoj 2 ministra për trafiqet
Dumanin dhe një delegacion me 5 vet nga Partia Demokratike e Berishës. Gjërat po ndryshojnë. Kandili po shuhet. Ju falenderoj. Kudo në Shqipëri.